Qeverisë lokale gjatë gjithë kohës kemi shpreh gatishmëri edhe kryetari Rama dhe po pastaj edhe ai vetë kuptoi që në pjesën e dytë të mandatit të tij që vërtet ka diçka që nuk po shkon dhe komuna dhe qytetarët e kryeqytetit janë përfshirë në këto betejë politike ditore të cilat betejë politike. Zoti Kurti në opinion jemi si dikush që don artin, jemi pasi shkon teatr, shkon muzikë, vazhdon me si në intervistën e fundit tamë para 5 vite kena fol për filozofi, për rock and roll, për filma, kemi fol gjithçka ka qenë rreth kulturës edhe artit. Zoti Sheku ka një background të tillë, vjen për shoqërinë civile. Edhe në kulturë ka pas betejë politike Sibel? Absolutisht. Me konsideroj që në këtë periudhën e qeverisës kur ma shumë degradim kulturor nuk kemi pasur. Nuk është e mjaftueshme të kemi vetëm personalisht ta duam artin, por ajo dashuri ndaj artit, nëse nuk shpërfaqet në projekte të caktuara, domethënë kur ajo mendësi për artin nuk ka arrit të humanizoj edhe pjesën tënde politike, ku arti dhe kultura nuk instrumentalizohet për çështje politike, atëherë konsiderohet që ti vërtet e ke seriozisht çështjen e artit. Besomni që tek lëvizave të vendosje konsideroj që arti edhe kultura janë përdorur sikur instrumente për manipulim edhe për populizëm. E kemi pa për shembull së fundmi edhe këngën e Donald Alloshit, për shembull kur unë shpresoj dhe dua që artistët kur përfshihen në parti politike ta ruajnë pavarësinë dhe ta shpërfaqen vetveten nëpërmjet artit dhe kulturës dhe ta humanizojnë vetvendosjen në këtë aspekt. Kur e kam dëgjuar atë këngë kur thotë që Albin Kurti do të çet pushk ose domethënë në kohë kur dinamikat e reja shoqërore po zhvillohen jashtëzakonisht shumë, ku arti, kultura po zhvillohen jashtëzakonisht shumë, të eshen një artiste e cila, domethënë, ku prek plagët ma të dhimbshme të shoqërisë tonë edhe thotë që Albin Kurti të çet pushk. Kujt t'ja qëtë... Si përpëthu që edhe kultura është instrumentalizuar si instrument propagandues i Absolutisht, po e pam, sepse kemi aty është një individ që është edhe, për shembull edhe Ardiana është aktore, po është deputete, edhe Dona është deputete. Po flasim të nësi politizimi i artit. Politizimi i artit është shumë i rrezikshëm. Jashtëzakonisht shumë. Prandaj po e them që nuk mjafton studia po. Këndohet për shembull tek në Zvicër, tek diaspora, domethënë sepse ata vetvendosja e di sakt ku të prek dhe çfarë se si ta përdor artin në situata të caktuara. Kështu që më vjen keq shumë që e ka helmuar një kategori shumë të madhe shoqërore në Kosovë, sepse shoqëria jonë ka nevojë, qytetarët tanë kanë nevojë që të shërbehen me ide konkrete të projekteve. Nuk është koha më të përmenden armët, nuk është koha të helmohen qytetarët me gjuhën e urrejtjes, nuk është koha më thjesht të kategorizohen qytetarët në tradhtar dhe në patriot. Sot unë konsideroj që të qenurit patriot janë të gjithë ata të cilë kontribojnë për shtetin e Kosovës. Do më thonë me projekte të caktuara edhe me ide konkrete që e zhvillojnë dhe ja u letojnë jetën qytetarëve të Kosovës. Sibel, jemi në situatë çfarë jemi, gjithçka është populiste. Domthonë s'kam një alasin subjekt politik që ka folë për kulturën. Edhe po harrojmë si kultura, po jo pse vi vetë prej atij profili, kultura dhe arti është elementi kryesor i ndërtimit një shoqërie. Vlerat, kornizat, ka dërmisuar gjeneratën e ardhshme. Për mua është shqetësuese. Po du me ditë si LDK, si parti e themeluar prej artistëve, poetëve, shkrimtarëve, njerëzve të penës, si kumni as juve, as kërkon të folë derisa për kulturën. Kretë qa kumni të folë për roga. Kena mi avrit rogat. Njoni thot 800, tjetëri del 1000, tjetëri na këshom 1500, asën me një nej, turbofol talava, ku sot se cili shtyjë, cili pozion pare ma shumë. A keni program për LDK-n? Për kulturën si vetë? Natyrisht, të më thonë, është boshti kryesor i programit të LDK-s pjesa e kulturës. Së na këshumë të emision me bojë s'ka populizëm dhe politik? Jo, absolutisht. Por mi u përshtat masës dhe dinamikës dhe s'ka po shkom. Si shkrimtare dhe sociologe, dhe sidomos si përfaqësuese e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sot nuk të doja, jo vetëm sot, po asnjëherë të bëj populizëm, sepse vërtet kemi një... Se sot po dhezim populizmat? Jo, absolutisht. Politika është një maraton shumë e gjatë, dhe unë jam në politikë për të sjellë një humanizëm
edhe t'i mbrojtë të drejtat e njerëzit dhe natyrisht të merrem me artin dhe kulturën. Këto janë çështje të cilat janë kruciale për zhvillimin e vendit tonë. Prandaj konsideroj që me programin tonë ne duhet patjetër që një herë për gjithmonë ta rahatojmë çështjen e infrastrukturës fizike të projekteve të rëndësishme të